Fatosnano ka vijuar takimet me krerët e partive parlamentare për të siguruar firmat që do ta bënin atë kandidat zyrtar për garën për president. Republikani Fatmir Mediu ishte politikani i radhës, i cili ndonë se ka vlerësuar si figurë Nanon, ka sqaruar se vendimi pritet të merret brenda mazhorancës. Komunikimi dhe dialogu politik është më së i domosdoshëm. Nuk ka pse kontaktet politike të aktorëve politikë në Shqipëri të shikojnë si ngjarje të mëdha, duhet të jenë ngjarje të zakonshme. Unë mendoj që marrin vlerë të madhe kur japin produkte të mira, sepse janë në interes gjithë shoqërisë. Por e theksoj edhe një herë, është shumë e rëndësishme, besoj që meqense ne jemi brenda një familje të mazhorancës, disa gjëra ti diskutojmë brenda kësaj familje të mazhorancës dhe pastaj të komunikojmë edhe me fqinjët tanë. Shpresa e vetme për Nanon brenda mazhorancës duket se do të jetë tek takimi me kryeministrin Sali Berisha, por duket se takimi paralel i Ramës me Metën nuk ka kaluar në hije për ish-kryeministrin. Po i afrohem pas takimit me kryeministrin, i cili padyshim ka një rëndësi të dorës parë në konsultimet e mia. Më vjen mirë dhe duhet ta përshëndes publikisht të fakt që tashmë filluan dhe takimet midis krerëve të politikës shqiptare, partive parlamentare, siç ishte takimi Rama-Meta. Dhe më në fund besoj se të gjithë janë përfshirë në trasenë e dur për të sjellë një klim politike që i shërben më mirë vendit. Kjo javë duket shumë e ngjeshur me takime për çështjen e pasardhësit të Bamir Topit. Komuniteti ndërkombëtar është shprehur për një proces gjithëpërfshirës dhe një emër që të përfaqësojë unitetin kombëtar, ndërsa në vizitën e fundit të Eurokomisionerit Stefan Füle në Tiranë javën e kaluar, ky i fundit u shpreh se ka kërkuar dhe ka marrë garanci për një zgjidhje të negociueshme.